wassalam. Në akhir zaman, kur do të del Dajjali, Allah na ruajt për sherrit e tij, kur do të del Imam Mehdiu, në atë kohë do ta kemi edhe zbritjen e Isaut alayhis salam, i cili është ngrit për anës Allahu Teala dhe është shpëtuar prej tentativës që futet që ta vrasin, dhe do të jetë prej sheheve të kiametit. Allah i ka me zbrit dhe ka me zbrit namaz të sabat në Damask, në Menarat al-Bayda, në minaret të bardh e ka qytë Muhamedi alayhis salam. Imam Mehdiu do të jetë imami, dërsa i kameti është thirr, në atë moment futet Isa alayhis salam, i cili zbret mbi kret e melaqeve. Imam Mehdiu do ta njehe Isën alayhis salam, se është përshkruar në hadithe, inshallah i vjen rasti folim më gjërësisht për këtë temë, dhe i thot eja dhe dil imam, se ke qenë pejgamber të shpall, është zbrit Injili Isës alayhis salam. Dërsa Isa alayhis salam i thot rri në vendin në të cilën gjindesh, se për ty është bë i kameti. Dhe dietar kur e kanë shpjegu këtë hadith kanë thonë, kjo është argument se Isa alayhis salam nuk do të vjen me shariatin e vet që e ka pas në ummetin e vet, nuk do të vjen me ligj të ri, po do të vije si pasues i shariatit, si pasues i Kur'anit dhe i Sunetit pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe Isa para mëno çka kanë diskutuar musliman xhaila kur e kanë një ma herët, që e kanë diskutu, qëfar mesele kanë pas në tenë diskutimit. Qëfar mezhebi ka me punu Isa a.s. A Hanefia, Malikia, Shafia, Hanbelia, qëfar mezheba ka? Se cili ka thonë, mezhebi tonë ka marë. Para me në Isa a.s. po vjen edhe, për thotë, hej, cine me ta zgedhi, cili ty një ma shumë, na e na ma shumë, na. Në qëfar mezhebi ka me punu? Sheikh Albani është përgjigj shumë mirë, pastaj ne ka qenë shkaz që mu sulmu për disa fanatikve. Sheikh Albani ka thonë, do të jetë, nuk do të punoj as me Injil e as me mezhebin Hanefi, por do të punoj me Sunetin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dhe disa e kanë sulmu këtë pikë Sheikh Albani dhe kanë thonë e ka krahasu mezhebin Hanefi me krishterët. Se ka thonë, s'punon as me Bibël as s'punon me mezhebin Hanefi. Një përgjigje shumë të mire kam dëgju për një talebes tjetër që i Albanit, Adnan Arurit, i cili është i Siris, është alat gjallë, Allah e ruajt, thot, ka qenë lavdata më e madhe që ja ka po mezhebit Hanefi, Sheikh Albani. Pse? Se ka thonë me Injil, me libër të shpallër, s'ka thonë me Bibël të shtremrum, sa e ka pas librin. Unë po foli për një pejgamber, ish pejgamber të Allah Ta'ala, që do të zbrete dhe ka pas një liber. Po s'ka me arë me qitapin e vetë, me bo shëriatin, po kam ju nështru shëriatit të Muhammedit alayhi salatu wassalam.